Dhimbja e kokës nga dielli i fortë, pse ndodh dhe si ta lehtësoni gjatë ditëve të nxehta. Dhimbja e kokës kur ekspozohesh ndaj diellit të fortë të muajve të verës është një problem që e vuajnë shumë njerëz. Dhimbjet e kokës ndodhin zakonisht kur qëndrojmë për një kohë shumë të gjatë në diell. Është e rëndësishme që të kuptojmë cilët janë faktorët përveç diellit që shkaktojnë këtë problem. Do të mësoni mbi kujdesin që duhet të tregoni për të lehtësuar dhimbjen e kokës nga vapa. Shkaqet e dhimbjes së kokës nga dielli. Një nga arsyet kryesore është koha që qëndrojmë të ekspozuar në diell. Personat që preferojnë të dalin me flokë të lagur apo direkt pas një dushi kanë më shumë mundësi të vuajnë nga dhimbja e kokës. Ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës, ajri i thatë dhe i nxehtë dhe ekspozimi i drejtpërdrejt ndaj diellit shkaktojnë dhimbje të forta koke. Simptoma ekzistuese si sinuset e bllokuara dhe migrena bëjnë që ekspozimi ndaj diellit të sjellë përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Një arsye që nuk është shumë e njohur është pikërisht ulja e nivelit të sheqerit. Kur ne ecim në diell, trupi ynë punon pak më shumë për të ruajtur temperaturën e brendshme. Këtij procesi i shtohen lodhja e muskujve dhe ndryshimi i presionit të gjakut dhe i lëngjeve të trupit. Të gjithë këta faktorë ndikojnë në formimin e dhimbjes së kokës. Simptomat, disa nga shenjat që paralajmërojnë dhimbjen e kokës nga dielli. Dhimbje therse e kokës, të përzierat, ndjeshmëri ndaj dritës, dhimbje e qafës, dehidratimi. Si të parandalojmë dhe trajtojmë dhimbjet e kokës. Edhe pse qetësuesit janë të shumë dhe të aftë për të luftuar dhimbjet e kokës, shpesh nuk janë të përshtatshëm për këtë lloj dhimbjeje. Disa nga metodat për të shmangur dhimbjet e kokës nga dielli i stinës së verës. Ambientet e freskëta duhet të kthehen në vendet tuaja të preferuara. Një dhomë me ajër të freskët gjatë muajve të nxehtë të verës është zgjidhja e përkryer. Për personat që punojnë në mëngjes, e mira është të shmangin oraret e diellit të fortë. Kjo është shumë e thjeshtë, mjafton të dilni nga shtëpia pak më herët që të arrini në zyrën tuaj pa ju ekspozuar dielli i fortë. Nëse do t'ju duhet të lëvizni edhe gjatë ditës, atëherë zgjidhni rrugën me më shumë hije. Kudo që të shkoni, sigurohuni që të keni një shishe me ujë të ftohtë me vete. Merrni me vete një kapele, kur shkojmë në plazh, shumë prej nesh bëjnë gabimin dhe nuk vendosin kapele. Ajo bën të mundur krijimin e një hijeje për sytë tanë, duke i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejt ndaj rrezëve të diellit. Njësoj si lëkura që ka nevojë për kremin mbrojtës, edhe sytë duan për kujdesje. Kapelja dhe syzet janë dy nga mënyrat më të thjeshta për t'i mbrojtur. Disa kura të thjeshta në kushte shtëpie. Kur të ktheheni në shtëpi, është e mira që të bëni një dush të vakët, në mënyrë që temperatura e trupit të ulet. Lagni një peshqir të vogël me ujë të ftohtë dhe vendoseni pranë syve dhe ballit, ndërkohë që çlodheni. Merrni paketa çaji kamomili dhe vendosini në ujë të ftohtë, më pas aplikojini direkt në sytë tuaj. Çaji do të qetësojë menjëherë dhimbjen e syve dhe do të ulë ëndjen nga vapa. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.